zbulosh në një mënyrë shumë të thjeshtë vlerat e tua unike. Dhe do ju mësoj një praktik. Do merrni një letër dhe një laps. Do ta ndani në 4 shtylla. Në shtyllën e parë do shkruani të gjitha karakteristikat tuaja që dikush tjetër, një njeri që të vlerëson, do thoshte për ty. Për shembull, ti ke shumë humor, je njeri shumë i përpikt, je njeri që dëgjon. Në shtyllën e dytë, çfarë janë disa arritje, çfarë do që ti je, që ti ke realizuar në jetë. Çdo njeri ka arritje. Mund të jetë në formën e certifikatave, diplome, mund të jetë në formën e një fëmije të shëndetshëm, që ti ke rritur një fëmijë me virtyte shumë të larta në jetë. Çdo gjë që ti mendon ka patur dhe ka krijuar një energji, kënaqësie që ke arritur, arritje në jetë. Në shtyllën e tretë, kontributet që ke dhënë në jetë në të gjitha format. Ndihmë, shërbim, në mënyrë normal, organik, vullnetar. Për shembull, të pëlqen të organizosh njerëzit në mënyrë vullnetare. Ke një aftësi që ti i mbledh njerëzit dhe krijon aktivitete shumë të bukura, shumë cilësore, shumë të kënaqshme për njerëzit. Apo të pëlqen të kontribosh në një institucion, mund të jetë në një shkollë, në një institucion fetar, në një qendër komuniteti. Çfarë do ti e bën me dëshirën tënde dhe në mënyrë organike, është një kontribut që ti jep. Dhe në shtyllën e 4 do t'i mbledhësh të gjitha këto karakteristika, vlera, virtyte, do t'i shënosh në shtyllën e 4. Dhe për 21 ditë, çdo ditë në mëngjes, do t'i lexosh dhe do t'i afirmosh me një përqafim të plotë, sepse në fakt ato je ti. Dhe për 21 ditë ti do krijosh një mishërim të tyre në trupin tënd, në mendjen, në shpirtin. Dhe ky është potenciali yt. Dhe kur ti fut energjinë e mendimit tënd dedikuar këtyre vlerave të tua unike, ti do krijosh diçka të jashtëzakonshme në jetë me ato vlera. Provoje.